Dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se si musliman të mirë dhe musliman të vërtet. Kjo është sfida jonë faktikisht. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë në jetën tonë. Pastaj mos e vrit mendjen për çfarë vjen më mbrapa. Se Allahu dashmin e tij dhe robin e tij dhe adhuruesin e tij nuk do ta lejnë mbalt. Ne kemi parë në jetën e kësaj bote se si shoku me shokun, e vllai me vllain, e miku me mikun, pavarësisht çfarë mund të ketë pas mes tyne, por kur vjen momenti që i shtrin dorën, ja shtrin dorën dhe ja bën halal. Po Zoti i gjithësisë, që mëshira e tij dhe dashnia e tij për robën e tij është më e madhe dhe më e pakrahasueshme me dhimbshurinë, mëshirën dhe dashninë që ka prindi për fëmijën e tij. Elhamdulillah. Që kemi të bëjmë drejt për drejt dhe direkt me të madhin Zot, Allahun xhalla xhelalu.